Disa lloje njerëzish të cilët nuk do doja t'i kisha takuar, por fatkeqësisht i kam takuar. Ndërkohë sapo lava furça, do lej edhe sfungjerët dhe do të them edhe këto karakteristikat që më pëlqejnë tek njerëzit. Të parët janë ata njerëz të cilët nuk dëgjojnë dhe nuk janë njerëz të gjendshëm. Çfarë do të thotë kjo? Në momentin që ti më kërkon mua një ndihmë, një nder apo çfarë do qoftë, më shumë e kam tek pjesa e kolegëve të punës këtë gjën. Nëse më kërkon një ndihmë dhe unë të gjendem jam e gatshme që të përgjigjem dhe arrit të zgjidh ty, pres që edhe unë kur të kem nevojë për ty, ti të më përgjigjesh mua, të më gjendesh. Dhe më ka ndodhur shpesh që të kem nga këto njerëz që nuk janë të gjendshëm dhe janë një big no, domethënë do doja mos t'i kisha takuar kurrë. Kur unë të kërkoj nder, po ti më thua, jo po se unë sa kam një punë tani, jo po unë do flia pak gjumë tani, domethënë justifikime idiote. Jam shumë dakord kur ka vërtet arsye të forta që nuk mund të përgjigjet, po jo për justifikime, jo po unë sa të vishem unë, jo po unë sa u lava, jo po unë sa do fle pak gjumë. Të tjerë njerëz që unë nuk më pëlqejnë fare janë ata që e luajnë me dy standarde, ata interesatçi që e luajnë me dy standarde. Për shembull, po marr një rast konkret. Përpara se unë të krijoja këtë popularitetin tek njerëzit, shumica e njerëzve as nuk të hitte sy, të shikonin dhe shtrembërt mundësisht, dhe në momentin që unë mora këtë popularitetin, unë papritmas u bëra shoqja e atyre. Dhe mua më prezantojnë tek njerëzit ose prezantohen tek ta afërmit e mi që unë i njoh, kam miq, kam pas kolega, po ku ta di unë. U thonë, ua, po unë Dorisën e kam shoqe, ua, po unë Dorisën e njoh. Jo, nuk kemi qenë kurrë shoqe bashk. Nuk kam pasur kurrë komunikim me ty. Dhe për më tepër ti ke patur një qëndrim ndaj meje shumë të shëmtuar. Kur u bëra unë shoqja jote që ti po na prezantohesh te njerëzit si shoqja ime, sikur ne të dyja jemi shoqe. Të tjerë lloj njerëzish që për mua janë një big no, janë njerëzit mosmirënjohësa, që gjithmonë nderin që ti ua bën ta kthejnë në detyrë. Jo, nuk mund të ma kthesh një gjë që unë e bëj nga dëshira dhe kënaqësia dhe ta bëj në formë deri ti të ma kthesh në detyrë. Dhe në momentin që unë nuk e bëj atë nder që ta kam bërë gjithmonë, nuk e bëj qoftë një herë të vetme, ti mërzitesh, varturinë dhe na ndryshon totalisht të gjithë konceptin që kishe krijuar për mua si Dorisa një vajzë e mirë dhe papritmas nuk kthehem Dorisa një vajzë, nuk bën ajo. Të tjerë lloj njerëzish që unë prap nuk i onep s'dot, janë ata lloj njerëzish që nuk janë korrekt, qoftë edhe me pagesat, qoftë edhe me orare. Tani në momentin po e marr tani nga ana e pagesave, nëse ti ke punëtor dhe ke për t'i paguar këta punëtor pse po vonon rrogën. Pastaj hidhemi nga pjesa tjetër për personat që nuk janë korrekt me orarin. Tani kemi lënë një orar të caktuar për një takim, për një shërbim, për një bisedë, për çfarë do lloj gjëje qoftë. Pse nuk vjen në orar? Pse ti duhet të jesh gjithmonë me vonesë? Pse ti nuk je ky lloj njeriu që duhet ta programosh kohën tënde në mënyrën e duhur që ta arrish në takim në orarin në kohë? Dhe të fundit janë ata njerëz që janë shumë të paplotësuar nga jeta e tyre dhe gjithmonë kur dikush arrin diçka, kanë gjithmonë diçka të keqe për të thënë. Domethënë nuk shikojnë asnjëherë gotën, nuk e shikojnë gjysmë plot, po e shikojnë gjysmë bosh. Kanë diçka negative për të thënë edhe kur s'ka asgjë negative për të thënë. Ata do ta shpikin, do ta nxjerrin. Kjo ishte edhe videoja për sot. I ka ju pull.